Aktori i njohur Florian Bina, i cili për 18 vite ishte një nga figurat më të dashura të spektaklit të humorit portokalli, ka folur hapur për marrëdhënien e tij aktuale me programin që e bëri të njohur në mbar Shqipërinë. I ftuar në Mirëmbrëma yje të Arbana Osmanit, Bina i tregoi me sinqeritet se nuk e ndjek më emisionin dhe se çdo herë që përpiqet ta shohë ndjen trishtim. Nuk e shoh portokallin, ndihem keq kur e shoh. E kam provuar ta ndjek 5 minuta dhe më vjen keq. Nuk dua të shoh diçka ku kam kaluar 18 vite të jetës time në atë gjendje. Ka rënë entuziazmi, u shpreh ai. Aktori shtoi se sipas tij programi i mungon sot fryma krijuese që e karakterizonte dikur. Po të shohësh sytë aktorëve janë të gjithë të trishtuar, ka ngelur të njëjtat personazhe. Nuk ka më entuziazëm për të bërë diçka të re. Prej 5-6 vitesh shohim po të njëjtat fytyra dhe role, theksoi Binaj. Sot aktori drejton emisionin investigativ Piranjat, ndërsa emri i tij po përflitet si kandidat i mundshëm për Bashkinë e Tiranës, çka e vendos sërish në qendër të vëmendjes publike.